Të nderuar të pranishëm, më lejoni që në emër të Këshillit Organizativ t'i jap fjalën Zotit Ismet Sulejmani, veprimtar për çështjen kombëtare dhe një ndër më meritorët për këtë organizim të shkëlqyer të këtij tubimi. Të dashur dhe shumë të nderuar djem dhe familjar të tribunit kombit Ramiz Sërnica. Të dashura dhe shumë të nderuara familje të heronjve dhe dëshmorëve të kombit. Të nderuar invalid, veteran të çështjes kombëtare e të ushtrive çlirimtare. E nderuara vajza e herojit të popullit Bardok Biba, Marie Biba. I nderuar lideri i popullit shqiptar në Maqedoni, Zoti Ali Ahmeti. Të nderuar vëllezër nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova Lindore dhe hapësirave tjera shqiptare. Të nderuar deputet Parlamentit të Kosovës e të Parlamentit të Maqedonisë. Të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore e lokale të Kosovës. I dashur popull shqiptar që po na përcjell përmes ekranit të radio televizionit të Kosovës. Të nderuar të pranishëm zonjë dhe zotrinj. Sot jemi të buar të bëjmë promovimin e monografisë kushtuar tribunit kombit të madhit dhe të pavdekshmit Ramiz Sërnica. Kjo pjesëmarrje kaq e madhe personalitetet të shuara të kombit dhe popullit ton, kjo atmosferë super madhështore këtu në sallën e Kuqe, në zemër të Prishtinës, dëshmon se është shumë më shumë se një promovim i rëndomt i një monografie. Motra dhe vëllezër, në Prizren 66 vjet më parë, saktësisht me 8, 9 dhe 10 korrik 1945, ku vendi i parë i Kosovës me shumicë votash, ajo pamje që po e shihni atje, vendosi padrejtësisht dhe në kundërshtim të hapur me dëshirën e popullit shqiptar mbetjen e Kosovës nën Serbi. Në atë kuvend anti-shqiptar të Prizrenit figura që shkëlqeu si dikur biri madh i krahines së Dangëllis, patrioti Abdul Frashëri, ishte deputeti ynë Ramiz Sërnica. Me aktin e tij që manifestoi tribuni i kombit, tregoi se ishte një ngabit me besnik të popullit dhe atë dheu ton. Shqiptari Ramiz Sërnica, ky pasardhës i denj i Hasan Prishtinës e i qindra patriotëve të dëshmuar të kombit, nuk u lig si deputet të tjerë, as nuk u friksua dhe as nuk e uli kokën, por u ngrit si vigan dhe kundërshtoi publikisht para deputetëve pushtues serb dhe atyre tradhtar shqiptar, duke deklaruar botërisht se Kosova duhet të shkojë me Shqipërinë e jo me Serbinë. Tribuni i kombit Ramiz Sërnica u bë figura e dashur dhe respektuar në tërë hapësirën e gjeografisë shqiptare. Që nga viti 1945, kur shqiptari i madh Ramiz Sërnica e kundërshtoi kategorikisht bashkimin e Kosovës me Serbinë, e deri në shtirimin përfundimtar me 1999, kur lufta e lavdishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës u kurorëzua me largimin përfundimtar të Serbisë nga Kosova, Ramiz Sërnica ishte njëri prej frymëzuesve kryesor të gjitha lëvizjeve dhe të grupeve politike ilegale adhetare për liri e pavarësi. Të nderuar të pranishëm, Ramiz Sërnica koha po e dëshmon se ishte shumë i vetëdijshëm se si po vepronte në kuvendin e Prizrenit. Rruga në të cilën hyri nuk ishte as pak e lehtë për të mbajtur, por ishte rruga e nderit dhe krenarisë, nga se i dilte zot Kosovës së tij dhe njëkohësisht e bënte publike dashurinë normale e njerëzore për nën Shqipërinë. Pra Ramiz Sërnica nuk e zgjodhi rrugën e turpit siç vepruan Ali Shukriu e tradhtarët e tjerë, por rrugën e lavdisë, dhe lavdia e ka mbuluar dhe po e mbulon përjetësisht. Për këtë kontribut direkt në shërbim të kombit, që u ngrit me madhështi dhe kundërshtoi botërisht lënien e Kosovës në Serbi, Ramiz Sërnica meriton të ngritet shtatorja në Tiranë, Shkup e Prishtinë e kudo në për territoret atë dheut.
Por unë sot i drejtohem publikisht kryetarit të Gjilanit, mikut tim, zotit Qemail Mustafa. I nderuar zoti kryetari i komunës së Gjilanit, të lutem, merr vendim institucional dhe jep leje për sheshin Ramiz Stërnica në qendër të Gjilanit, e ku më vonë do të ngritet shtatorja e tribunit kombit. Shikojeni projektin madhështor dhe vendin e propozuar. Të nderuar pjesëmarrës të akademisë, monografia e shkrimtarit Ibrahim Kadriu është një kontribut modest për të ndriçuar figurën e përmasave të mëdha kombëtare të Ramiz Stërnicës. Epoka e Ramiz Stërnicës po vjen, ajo po afrohet. Prandaj, unë nga kjo foltore kam një thirrje. Historian, shkrimtarë krijues të ndryshëm të popullit shqiptar, uluni dhe shkruani për herojin e kuvendit të Prizrenit, tribunin e kombit Ramiz Stërnica. Atë dheu ynë do bëhet ashtu si që ja donte zemra tribunit. Kosova është Shqipëri, lavdi e përjetshme jetës dhe veprës e tribunit kombit, deputetit fammadh të kuvendit Prizrenit të pavdekshmit Ramiz Stërnica. Faleminderit.